Miqtë e mi, sot është një ditë e bekuar për muslimanët, shqiptarë dhe kudo që ndodhen. Gëzuar Kurban Bajramin ju uron presidenti i Republikës së Çamërisë, këshilltarët e tij dhe qeveria e tij në tokën e mënd. Vëllezërit e mi shqiptarë, ju muslimanë, unë i përkas sektit Bektashi, ndihem mirë, por njëkohësisht i uroj Bektashive kudo që janë dhe bëva mondit mbasi shteti Bektashian është krijuar, të cilin kryeministri shqiptar Edi Rama e hodhi dhe së shpejti Edi Rama do njofi dhe Republikën e Çamërisë. Gëzuar vëllezërit e mi shqiptar, kudo që jeni, duheni njëri tjetrin, respektoni njëri tjetrin, vlerësoni vlerat e njëri tjetrit dhe shqiptarët dhe sidomos rini shqiptare nuk i mungon zgjuarësia në të shekullin 21. Rini ju vlerësojnë, pavarësisht se disa plera që vinë nëpër Europë e nëpër botë dhe hedhin balt mbi popullin shqiptar, rinia shqiptare në forma e tyre, po rini, presidenti Çamërisë ju bekon dhe ju vlerëson. Faleminderit.